Po dëgjoni podcast të Voklan, krimet e pazgjidhura. Ky është rasti i Tomit të vogël, një histori që ka thyer zemrat e shumë italianëve. Ndodhemi në Casal Baroncolo, 10 minuta larg Parmës, më 2 mars të vitit 2006. Është një natë shumë e ftohtë. Ora shënon 19:30 dhe familja Onofri është ulur në tavolinë në shtëpinë e tyre, si çdo natë. Familja është e përbërë nga babai, Paolo Onofri, bashkëshortja e tij Paola dhe 2 fëmijë. Njëri quhet Sebastiano, është 7 vjeç, ndërsa tjetri Tommaso, 18 muajsh. Nëna, Paola, është ulur pranë Tommazos dhe po përpiqet t'i japë për të ngrënë. Një natë si shumë të tjera, por papritur ikin dritat. Nuk është diçka e pazakontë, pasi kishte ndodhur disa herë gjatë netëve të fundit. Paolo ngrihet dhe shkon drejt kantinës, ku ndodhet automati për të riaktivizuar dritat. Paola ndes qirin që ishin mbi tavolinë. Por kur Paolo hap derën kryesore të shtëpisë për të shkuar drejt kantinës, përballë gjen 2 persona të maskuar që e shtyn menjëherë brenda dhe nisin të bërtasin se kishin ardhur për t'i grabitur. Ishin 2 persona të maskuar. E vetmja gjë që mund të dalloje ishte fakti se njëri ishte më i gjatë, ndërsa tjetri më i shkurtur. Njëri prej tyre i vë thikën në fyt Paulos, ndërsa tjetri i vendos pistoletën në qafë Tommazos. Vijojnë të bërtasin se bëhet fjalë për grabitje dhe se familja duhet t'u japë të gjitha paratë. Sigurisht, të gjithë janë shumë të friksuar. Mbi të gjitha fëmijët. Sebastiano përpiqet të reagojë, por e ëma e tërheq menjëherë drejt vetes nga frika se mund të shkaktonte reagim nga grabitësit. Në këtë pikë, Paola mban shtrënguar Sebastianon, ndërsa tenton dal ngadalë t'i afrohet Tomit, që ndërkohë po qante i friksuar. Por grabitësi, që mbante pistoletën në kokën e Tomit, sa herë që e shite që nëna po tentonte t'i afrohej, ja drejtonte armën asaj. Në një moment, Paola shkon të marrë paratë që arrin të mbledh. Janë rreth 550 euro, të cilat u jep 2 kriminalëve, duke shpresuar që historia do të mbyllej me kaq dhe se ata do të iknin. Njëri prej grabitësve, ai që ishte më i shkurtër, e detyron çiftin që të shtrihet për tokë dhe të ulet poshtë tavolinës, nxjerr një ngjitse dhe i lidh. Paola tregon se i lidhën, por keq. E në fakt, sapo 2 burrat largohen, ajo arrin të çlirohet, por menjëherë dallon se mungon diçka. E qara e Tomit çohet dhe sheh karrikën ku ishte ulur i biri, që ishte bosh, sepse 2 grabitësit e kishin marrë me vete. Paola merr menjëherë në telefon karabinierët dhe del me vrap jashtë me shpresën që do të mund të gjente Tomin apo të shite ku kishin shkuar. Por një moment që ndodhet jashtë në mes të mjegullës, Paola tregon se kishte pasur një ndjenjë të fortë. Një ndjenjë që e bëri të thoshte: "Miropafshim Tomi, nuk do të shihemi më kurrë." Shumë pak kohë më pas, autoritetet mbërrinë në shtëpinë e tyre dhe nisin menjëherë të patrullojnë zonën. Lajmi bën menjëherë xhiron e Italisë. Shfaqet në çdo televizor, të gjithë mbajnë frymën. Prindrit u bëjnë apel rrëmbyesve, duke u shpjeguar se Tomi kishte nevojë për kujdes shtesë dhe për një kurs specifike. Madje u tregojnë edhe se si duhet t'ia jepnin këtë mjekim, me shpresën se rrëmbyesit po shihnin televizorin dhe se do ta trajtonin Tomin mirë. Megjithatë, ajo ndjenjë tek Paola ishte më e fortë se kurrë. Ndjente se nuk do ta rishitne më kurrë të birin. Ndërkohë, hetuesit përpiqen të kuptojnë se çfarë kishte ndodhur. Pse këta 2 persona kishin marrë Tomin dhe çfarë po kërkonin? Donin të kuptonin nëse kishte qenë diçka e paramenduar, nëse kishin shkuar aty me qëllimin për të marrë fëmijën, apo nëse gjatë grabitjes, ndoshta diçka kishte shkuar keq dhe kishin improvizuar, sepse gjithçka ishte e pazakontë. Përveç atyre 550 eurove, ata nuk kishin marrë asgjë tjetër, vetëm Tomin. Po pse? Donin para në këmbim. Motivi që bënte më shumë sens, në fakt, ishte ky. Megjithatë, për autoritetet, ky rrëmbim ishte disia normal. Familja nuk ishte e pasur. Paolo Onofri ishte 46 vjeç dhe drejtuesi një zyre postare në Parma. Bashkëshortja Paola, 43 vjeçe, punonte po ashtu në shërbimin postar. Të ardhurat mujore në atë kohë ishin rreth 2000 euro dhe prona e vetme që kishin ishte ajo shtëpi ku jetonin, të cilën e kishin blerë fal një trashëgimie. Kishin shpenzuar para për ta rikonstruktuar në brendësi të saj. Nuk kishin shumë para, ndaj kjo nuk bënte sens si histori. Përse këta 2 persona duhet të shkonin në një shtëpi të ndërprisnin energjinë elektrike, të hynin brenda duke e ditur që familja ishte aty e zgjuar, duke ngrënë gjithçka për të marrë një fëmijë nga një familje që nuk ishte e pasur. Asnjë kriminal nuk do të futej në kaq telashe nëse nuk do të kishte një motiv të vërtetë pas kësaj. Ndaj vendosin që t'ia kalojnë hetimin prokurorisë së Bolonjës, drejtorisë së antimafjas. Për Tomin nuk kishte asnjë gjurmë.
as për dy rëmbyesit. E gjithë Italia në atë moment mendonte për Tomazon, se ku mund të ishte, nuk flitej për asgjë tjetër. Apel për të u bë thuajse në çdo program televiziv, deri në Sanremo. Të gjithë donin të dinin ku ishte Tomi, dhe të gjithë shpresonin që ai do të kthehej në shtëpi, shëndoshe mirë. 4 ditë pas rrëmbimit, një burr bën përpara. Telefonon në programin Kila Visto, duke thënë se ndërkohë që gjendej buz një lumi, kishte dalluar për tokë veshje që ngjanin me ato të një fëmije. Karabinierët shkojnë menjëherë në vendin e përmendur. I marrin këto gjëra dhe telefonojnë Paola Onofrin, në mënyrë që ajo të thoshte nëse ishin veshjet e Tomit natën kur u zhduk. Por ato nuk ishin veshjet e tij, ndaj dhe hetimet vijojnë. Hetuesit nuk kanë pista, nuk din nga t'ja nisin, ndaj vendosin të rikthehen aty ku kishte nisur gjithçka, në shtëpinë e çiftit Onofri. Dhe zbulojnë një detaj të rëndësishëm. Çifti kishte një qen, por ai ishte zhdukur 2 ditë përpara se Tomi të rrëmbehej. Nisën të mendojnë se kjo nuk ishte rastësi. Ndoshta ata që morën djalin e kishin zhdukur qenin që të mos lihte, apo që të mos e sulmonte. Por jo vetëm kaq. Ndoshta ishte një mesazh, me sa duket, në mafian siciliane, zhdukja ose vrasja e qenit të një familjeje ka një kuptim të qartë. Bëj kujdes fëmijët. A ishte ky rasti? Ishte ky një mesazh për familjen Onofri? Por çfarë lidhje mund të kishte drejtori e një poste me mafien? E në një pikë gjatë hetimeve del në pa një figurë e rëndësishme. Bëhet fjalë për një burr kalabrez i quajtur Pasquale Cagliostro, me nofkën Il Pistolero della 'Ndrangheta. Ai u thot autoriteteve se ka informacion mbi rrëmbimin e Tomit. Ky person në atë kohë ndodhej në burg, por disa muaj më herët kishte dëgjuar që disa persona donin të sekuestronin djalin dhe gruan e një drejtori poste për të përfituar shpërblim, por nuk pranon të jap asnjë emër. Thot se nuk kishte të bënte me këta persona, nuk kishte pasur kontakt të drejt për drejt, vetëm kishte dëgjuar të flitej. Nëse ky informacion ishte i vërtet, hetuesit kishin konfirmimin se bëhej fjalë për një rrëmbim të organizuar. Por kur babai i Tomit Paolo pyetet në një intervistë për këtë zbulim, ai ka një sjellje të pazakontë. Në këtë intervistë, Paolo uron rrëmbyesve që të mos i shoh kurrë në rrugë, sepse nuk do të kishin nga t'ia mbanin. Deri këtu, gjithçka duket normale, duke marrë parasysh çfarë i kishte ndodhur. Por, më pas gazetarja e pyet, ju i njihni ta burra? Dhe ai përgjigjet në mënyrë shumë evazive, duke thënë fjalë si situata, gjëra. Po çfarë kuptimi kishin këto fjalë? Nga kjo intervistë, policia nis të mendojë se ajo frazë donte të thoshte se Paolo i njihte personat që kishin rrëmbyer të birin. Madje u dërgonte një mesazh, duke u thënë se do ta paguanin. Kështu që policia dhe autoritetet nisin ta shohin me sy tjetër Paolon, të kenë dyshime, të vënë re sjelljen e tij disi të çuditshme. Në këtë pikë, autoritetet vendosin të vërsulen, le të themi, drejt bashkëshortëve Onofri. Ishin të bindur se Paolo dinte më shumë nga sa po thoshte. Kjo bën që çifti të largohet shumë nga njëri tjetri. Paola tregon se në fillim nuk donte t'i besonte këto teori. Bashkëshorti i kishte thënë se bëhej fjalë për dyshime të pabaza dhe ajo donte t'i besonte të shoqit. Por më pas tregon se si nisi t'i bënte disa pyetje më shumë dhe ai përgjigjej në mënyrë të vakt. Përpiqej të mos përgjigjej dhe ishte shumë evaziv. Kjo bëri që bashkëshortja ta dyshonte, siç po bënin gjithë të tjerët. Hetuesit vijuan t'i mbanin nën vëzhgim dhe nisën të gërmonin edhe mbi të shkruarën e Paolos dhe marrëdhënien e tij me të shoqen. Në të shkruarën e tij nuk është se gjetën ndonjë gjë të madhe, ndërsa në raportin me të shoqen zbulojnë se kishin shumë probleme mes tyre dhe se ishin shumë të ndryshëm. Ajo ishte një person që kishte nevojë të bisedonte, të ndante me të shoqen, ndërsa ai ishte shumë i mbyllur, nuk ndante shumë gjëra me të. Gjejnë edhe një ditar që Paola mbante, ku shkruante të gjitha vuajtjet e saj. Zbulojnë se martesa mes tyre nuk shkonte as pak mirë. Paola ndjeje nënshtruar dhe ai e drejtonte si të donte. Marrëdhënia e tyre nuk shkonte mirë dhe siç thot vet Paola, kur një çifti i ndodhin tragjedi të tilla, ose i bashkojnë, ose i ndajnë përgjithmonë. Hetuesit vendosin të vënë në përgjim telefonin e Paolos, e jo vetëm. Nga këto përgjime del në pa diçka. Pak ditë pas rrëmbimit të Tomit, Paolo kishte telefonuar dikë të quajtur Pasquale Barbera, i cili ishte marrë me punët për restaurimin e shtëpisë së çiftit. Ishte përgjegjës i kompanisë sponsoruar për t'u marrë me këtë punë. E jo vetëm kaq, por me Paolon ishin edhe pak miq. Në këtë përgjim,
Pasquale bën një pyetje shumë shqetësuese. E pyet Paolon, po ti ke treguar emra? Dhe Paolo i përgjigjet, po, por jo ato emra. Barbera i përgjigjet, bravo, se ndryshe do më kishe shkaktuar shumë probleme. Por çfarë kuptimi kishte kjo bisedë? A mos i referoi rrëmbimit? Sepse ajo vinte vetëm 2 ditë pasi ishte rrëmbyer Tomi. Me emrat me gjasi referoi emrave të punëtorëve që kishin kryer punime brenda shtëpisë së tij. Fakt që sigurisht gjatë marrjes në pyetje nga hetuesit, Paulos ju ishte kërkuar, sepse ai u pyet për emrat e kujdo që kishte qenë brenda shtëpisë së tij. E nëse kanë bërë punime, kjo do të thotë se këta njerëz e njohin shtëpinë, dinë nga të futen e të dalin. Paolo kishte bërë një listë prej 7 emrash, por nga përgjigja që i jep Barberas, ndoshta ai nuk i kishte dhënë të gjithë emrat. Prokuroria në këtë pikë nis të dyshojë që njëhe më shumë për Paolo Onofrin dhe merr gjithashtu në pyetje edhe Pasquale Barberan. Disa javë pas rrëmbimit të Tomit, Paolo thirret sërish nga hetuesit për t'u marrë në pyetje, por nuk e quajnë në interrogim. Thonë se duhet të ketë një përballje me një person që ndoshta kishte marrë pjesë në rrëmbimin e Tomit. Dhe ky person ishte një prej muratorëve që kishte bërë punime në shtëpinë e Onofrit. Në fillim nuk bëhet i ditur identiteti i tij dhe gazetarët i vendosin Nofkon burri me kapuç, sepse kur kishte dalë nga prokuroria pas përballjes, gazetarët kishin tentuar ta fotografonin, por ai ishte mbuluar. Tashmë, pisa që po ndiqnin ishte ajo e muratorëve. Ndërkohë, nga Risi Parmos vinë rezultatet e materialit në vendin e ngjarjes ditën e rrëmbimit dhe del që policia shkencore kishte mundur të gjente një shenjë gishti në një prej ngjitseve që autorët kishin përdorur për të lidhur bashkëshortët. Quhej Salvatore Raimondi dhe ishte një prej autorëve të rrëmbimit të Tomit. Ai po ashtu ishte një prej muratorëve që kishte punuar në shtëpinë Onofri dhe punonte për Pasquale Barberan. Shumë pak kohë më pas, derisa bashkëpunëtori i Salvatore Raimondit ishte ai që gazetarët i kishin vendosur Nofkon burri me kapuç. Emri i tij ishte Mario Alesi, ishte 45 vjeç dhe ishte gjithashtu një nga muratorët që kishte marrë pjesë në punimet në shtëpinë Onofri. Në atë moment ai akuzohej për dëshmi të rreme dhe bashkëpunim në rrëmbim. Dëshmi e rreme sepse me sa duket kur e kishin marrë në pyetje herën e parë, Alesi kishte dhënë një alibi të rreme. Kishte thënë se kishte qenë në një lokal në një shtet tjetër, por më pas autoritetet arritën që të lokalizonin sinjalin e celularit të tij, që vinte eksaktësisht në zonën ku ishte rrëmbyer Tomi në të njëjtën orë. Por ai vionte të mohonte dhe të pretendonte se s'kishte lidhje me këtë histori. Madje duke dalë edhe nëpër intervista në televizor, duke pretenduar se ishte i pafajshëm. Ndaj në lupën e hetuesve vihet jeta dhe e shkuara e tij. E një muaj pas rrëmbimit, më në fund ka një zhvillim të rëndësishëm, sepse Mario Alesi dhe Salvatore Raimondi pranojnë krimin. Thonë që të mos e kërkojnë më Tomin, sepse ai ka vdekur. Tregojnë se Tommaso u vra vetëm një orë pas rrëmbimit dhe ishte Mario Alesi ai që i çoi hetuesit tek trupi i Tomit, që ndodhej pak kilometra larg shtëpisë, në mes të pyllit. Në këtë pikë e dim se kush janë autorët, Mario Alesi dhe Salvatore Raimondi. Por mister mbetet arsyeja. Ata tregojnë cili ishte plani i tyre atë mbrëmje. Alesi dhe Raimondi duhet të hynin në shtëpi, të rrëmbenin Tomin në mënyrë që t'i kërkonin diçka Paolos, por nuk është e qartë çfarë. Disa burime thonë se planifikonin një shpërblim prej 5 milion eurosh. Të tjera burime thonë se doja organizonin bashk këtë rrëmbim për t'i zhvatur para postave ku punonte Paolo. Nuk është e qartë, por pjesë e planit duhet të ishte që Paolo të linte një kartë telefoni mbi tavolinë për rrëmbyesit. Dhe kjo do ishte karta që ata do përdornin për të komunikuar me familjen dhe t'i kërkonin këtë shpërblim. Kjo sketë nuk ishte lënë kurrë mbi tavolinë, nuk dihet përse. Ndoshta Paolo kishte harruar, ishte penduar, përse Tomi u vra vetëm një orë më vonë. Alesi tregon se pasi dolën nga shtëpia bashkë me Tomin, hipën në motorin e tyre dhe u nisën drejt një kryqëzimi ku do të takoheshin më pas me gruan e tij për t'i dhënë Tomin. Por në këtë pikë, rrëfimet e Alesit dhe Raimondit janë të ndryshme, janë konfuze dhe nuk tregojnë të njëjtën histori. E siç ndodh zakonisht në këto raste, ata fajsojnë njëri tjetrin. Alesi pranon se ka marrë pjesë në rrëmbim, por thotë se Tomin e vrau Raimondi, ndërsa ky i fundit thotë se e ka vrarë Alesi. Kur i vën përballë dy dëshmitë e tyre për hetuesit, i dyshuari kryesor
është Alesi, pasi ai ka qenë dhe personi që i çoi tek trupi i të voglit, ndërsa Raimondi nuk ishte ditur të jepte detaje aq precise. Ndaj dali në konkluzionin se Tomin e kishte vrarë Mario Alesi. Nga autopsia del po ashtu edhe mënyra se si u vra Tomi. Ai u mbyt me duar, por Alesi nuk u mjaftua me kaq. Pasi e vrau, ai e goditi me shkelma e grushta. Përse e bëri një veprim kaq çnjërsor, kjo nuk dihet. Megjithas motivi ishte sepse Tomi po qante dhe kjo e bezdiste. Varrimi i Tomit u mbajt më 8 prill të vitit 2006 në Duomo di Parma. Raimondi kërkon gjykim të shkurtuar dhe dënohet me 20 vjet burg, ndërsa Alesi dhe bashkëshortja vendosin të shkojnë për proces normal. Në vitin 2010, Alesi dënohet me burgim të përjetshëm, ndërsa bashkëshortja e tij me 24 vjet burg. Pasquale Barbera, shpallët i pafajshëm. 2 vjet pas asaj nate tragjike, Paolo Onofri pëson infarkt. Dëmet cerebrale për shkak të bllokimit kardiovaskular janë tepër të rënda dhe bëjnë që ai të bjerë në koma, nga e cila nuk zgjohet më. Një pyetje mbeti pa përgjigje në gjithë këtë histori. A pati kisht Paolo Onofri në rrëmbimin e të birit? Dëgjuat podcast të Voklan, krime të pazidhura.